10 qershor. Drejtësia, mirësia dhe përullësia. O njeri, ai ta tregoj çka është e mirë, çka Zoti kërkon prej teje. Veç të veprosh drejt, të duash mirësinë dhe të jesh i përullur me Perëndin tënd. Mikea 6:8. Kur John Newtoni, pastori dhe shkrimtari i himneve i shekullit të 18, predikoi mbi këtë varg, ai e titulloi predikimin e tij: Nuk mund t'i afrohemi Perëndis përveç se nëpërmjet Ungjillit të Krishtit. Pse do të përdorte ai një titull që duket sikur nuk ka fare lidhje me vargun? Vet Newtoni komentoi: Zor se ka ndonjë pasazh në Bibël i cili të keq kuptohet më shumë se ky. Duket se titulli i predikimit të tij kishte për qëllim korrigjimin e keqkuptimeve të zakonshme. Titulli i Newtonit na paralajmëron për rrezikun e leximit të virtyteve të përshkruara këtu dhe më pas përpjekjes për të jetuar ato pa Ungjillin ose për t'i shpallur ato në vend të Ungjillit, si një mjet për t'u afruar Perëndis. Asnjëra nga këto nuk e trajton si duhet atë që profeti dhe Zoti kishin për qëllim të thoshin. Mënyra më e mirë për ta kuptuar vargun nga Mikea 6:8 nuk është si një listë e gjërave që kontribuojnë në drejtësimin ton, por si dëshmi të drejtësimit ton. Kur shohim në këtë mënyrë, pasi kemi caktuar motivin dhe synimet e duhura, mund të kuptojmë atë për të cilën Zoti po thërriste Izraelin dhe po na thërret edhe ne që ta bëjmë. Nëpërmjet Mikeas, së pari, Zoti na thotë të veprojmë drejt. Kjo do të thotë të përkushtohesh për të vepruar në përputhje me vullnetin dhe qëllimin e Perëndis. Për shembull, te ligji i përtërir, Mojsiu thotë se Perëndia u siguron drejtësi jetimëve dhe të vejave, e do të huajin dhe i jep bukë dhe veshje. Ligji i përtërir 10:18. Ne duam të kujdesemi për ato gjëra që interesohet Perëndia, gjë që do të thotë i marrësh seriozisht këto përparësi, të kërkosh të bësh të mirën të gjithëve, por veçanërisht të pijarëve të besimit. Galatasve 6:10. Së dyti, Zoti na thotë të duam mirësinë. Nëse zbatimi i drejtësisë është veprimi, atëherë dashuria për mirësinë është qëndrimi i zemrës që e ushqen atë. Dhe mshuria e përzemërt na siguron që ta ndjekim drejtësinë jo si kryerjen e ndonjë detyre, por si një veprim të gëzueshëm dashamirësie. Së treti, duhet të jemi të përullur. Me fjalë të tjera, duhet të ecim të nënshtruar ndaj vullnetit të Perëndis, duke përqafuar varësinë tonë të plotë tek ai në çdo hap të kësaj udhe. Pse e përfundon Mikea këtë varg me të qenë të përullur? Së pari, sepse kërkohet përullësi për të pranuar që ne nuk i bindemi përsosurisht thirrjes për të dashur mirësinë dhe për të zbatuar drejtësinë. Prandaj, kemi nevojë për faljen e Zotit dhe jo vetëm urdhërimet e tij. Dhe së dyti, sepse edhe kur i bindemi atij në mënyrën që na thërret Mikea 6:8, frytshmëria e punës sonë, në fund të fundit, nuk varet nga ne. Unë dhe ju nuk mund ta rregullojmë dot botën. Përkundrazi, ne duhet t'ia besojmë zgjidhjen mbretit dhe gjykatësit të botës. Bërja e kësaj na nxit dhe na mbështet me ndihmën e Perëndis për ta jetuar Ungjillin që na ka shpëtuar përmes shprehjeve të drejtësisë, mirësisë dhe përullësisë, për të mirën e të afërmëve tan, për dëshminë e kishës dhe për lavdinë e Krishtit. Nga shekujt e largët, Mikea ju thërret sot që të reflektoni me përullësi mbi nevojën tuaj për Ungjillin, të shikoni në zemrën tuaj dhe t'i kërkoni frymës që t'arrit atë në mirësinë e Krishtit, dhe pastaj të shikoni botën tuaj dhe të ndiqni gjallërisht pa anësinë dhe drejtësinë.